بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahu Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me urtësinë dhe mirësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me dispozitat e martesës, respektivisht të shkurërzimit, se kemi dalur tash në pjesën e dytë që ka të bëjë me shkurëzimin. Kemi thonë se ashtu siç ka martesa rregulla dhe dispozita, edhe shkurërzimi e ka atë marifetin e vet, edhe ka dispozitat e veta, edhe ka rënën e vetë, edhe nuk bëhet veç hajt, ka ardhur deri te mospajtimi, edhe fërkime mes çiftit, edhe mendojnë se nuk mundën me e çu më tepër së bashku, edhe po ndohen. Mirë po edhe ndomja, edhe pse s'është e këndshme, e ka domethënë atë marifetin e vet, dhe kemi filluar në ligjëratat e kaluara me fol në lidhje me të. Sot do të vazhdojmë edhe në ligjëratën e radhës do të flasim për llojet e shkurërzimit, varësisht se pe çfarë këndvështrimi e kqyrëm ndohet në grupe të ndryshme. Sot do të marrim disa domethënë lloje e në ligjëratën e ardhshme do të plotësojmë pjesën tjetër. E para sa I përket shkurërzimit në aspektin e formulimit të tij, ndohet në dy grupe. Ajo që është shkurërzim I qartë, edhe shkurërzim I paqartë. Edhe secila ka ato dispozitat e veta. Shkurërzim I qartë është çdo fjalë e cila nënkupton shkurërzimin edhe thjesht nuk ka mundësi me u kuptu diçka tjetër vetëm se domethënë me një koment shumë të largët. Ku ti thush grus ti e shkurërzume, ti e lshume, apo domethënë shprehje të ngjashme që faktikisht kuptohet se e ke lshu gruan, realisht domethënë kjo quhet lloji I parë I shkurërzimit nga aspekti I formulimit, shkurërzim I qartë. Këtu dietarët, domethënë disa prej dietarëve Shafi'i kanë thonë shkurëzim I qartë më të më llogarit edhe te ai I cili është me mec, edhe nuk mundet me fol, mirë po bën me isharet. Qofse bën me isharet, me një isharet që kuptohet se po dën me lshu gruan, thonë është njëjtë si ai personi që e ka lshu gruan me fjalë edhe ka thonë ti je shkurëzume. Thash kjo të Shafi'it, nga se shumica e dietarëve domethënë janë të mendimit se ai I cili është me mec, domethënë edhe nëse bën me isharet,
realisht nuk është shkurorëzim i qartë pa u vërtetuar edhe në rrethona tjera. Mirë, po çfarë dispozite ka? Qofse shkurorëzimi është i qartë, edhe domethënë nuk ka kuptim tjetër vetëm se kuptohet se e ka lëshu grun. Thojnë dietarët, ky shkurorëzim domethënë kryhet është domethënë i plotfuqishëm edhe te Allahu Azza wa Jall i tillë llogaritet, edhe nuk ka nevojë me çfarë njët e pate. Se faktikisht e ka artikulu njëtën e vetë kur ka thonë ti je lëshume apo ti je shkurorëzume e të ngjashme domethënë me to. Pra çdo fjalë, çfarë dëgjohet, jo vetëm shqip, jo vetëm arabisht, po çfarë dëgjohet që nuk kupton në mënyrë direkte se e ka fjalën me lëshu grun, domethënë faktikisht këtu nuk ka nevojë me vetë për njëtën, nga se realisht ai njëtën e ka shpreh domethënë me gjuhën vetë. Mirë po, ka një mesele, kanë thonë dietarët se ka disa përjashtime edhe në këtë rast. Edhe pse ka për dietarëve që në rigoraz thonë nuk ka fare përjashtime, ai i cili domethënë e thot shkurorëzimin me fjalë të qarta, domethënë nuk pyetet edhe nuk ka domethënë çka domethënë shoshit më tepër. Mirë po, disa dietarë, e ndoshta kjo është mendimi më i qelluar, se edhe në këtë rast janë disa përjashtime. Qofse një njeri prej gëzimit të madh, apo edhe të kundërtën prej hidhrimit të madh, e ka thonë këtë fjalë, ti je lëshume, e që realisht nuk e ka nënkuptuar një gjatë tillë. Mirë po, që jetojmë na ka dal nga vetvete dhe s'ka mujt me kontrollu veten, për shkak gëzimit të madh apo hidhrimit të madh. Se ai në hadith pe gëzimit të madh kur e ka gjetë domethënë devën me ushqim që u kon të e prit vdekjen, pe gabimet, pe gëzimit të madh ka thonë o Zot ti je robi im e unë jam Zoti yt. Domthonë e ka ndrruar sa në vend se më thonë o Zot ti je Zoti im e unë jam robi yt, ka thonë o Zot ti je robi im. Domthonë ka gabuar pe gëzimit të madh. Edhe thojnë dietarët nëse realisht ka kësi gjendje që njeriu domethënë nuk mundet me kontrollu veten edhe del pe vetes, edhe ndoshta edhe shpreh fjalën e shkurorëzimit të qartë, domethënë apo edhe në të kundërtën është i hidhruar, i zemruar, edhe shpreh domethënë shkurorëzimin në formë të qartë, në të dyja rastet domethënë realisht pyetet a patë në jetë, a çetojmë na ke vetëm lapsus. Nëse thotë vjellas se kom pas një vetëm lapsus, atëherë faktikisht nuk i lavritet. Kanë dhënë edhe shembull tjetër, domethënë arabët e kanë fjalën e lëshume apo e shkurorëzume edhe e lirume është e njëjta. Edhe thojnë dietarët nëse një njeri hyn shpejt dhe gjen gruan e saj e vet të lidhur, edhe e zgjidh, edhe kesh edhe të lirova, lëshova. Faktikisht domethënë në këtë rast nuk e ka për qëllim lëshova që të shkurorëzova, po të zgjidha duhet se i patë të lidhta apo i patë në zona e kështu më radhë. Edhe këtë rast kanë thonë dietarët mundesh me marrë si shembull që edhe pse ka mundësi me kon shprehja shumë e qartë, mirë po domethënë rrethonat të bëjnë me kuptue se nuk nënkuptohet domethënë shkurorëzimi i qartë. Ky është lloji i parë, se përket formulimit dhe artikulimit. Lloji i dytë është i shkurorëzimit i cili është i paqartë, që e ke thonë me një shprehje që mundet më nënkuptu shkurorëzim, mundet më nënkuptu edhe diçka tjetër. Njeriu është në shtëpi, ka tensione me gruan e vet, e i thotë shko te shtëpia gruas, shko te shtëpia jote, shko te shtëpia prindërve tu. Kjo ka mundësi me pas kuptimin që e ki për qëllim me lëshu, me shkurorëzu, e ka mundësi me pas për qëllim me thonë shko te shtëpia jote, e dhe të qetësohet pak situata, të mbushon pak mu kryt, e të pushon aty kryt, e që këto shpesh e përdoren edhe njerëz, edhe sot asaj dite. E përderisa faktikisht ka mundësi edhe është shprehje e paqartë. Unë e ceka veç në shprehje, po ka mundësi me pas edhe shprehje tjera, që ka mundësi me nënkuptu shkurorëzimin, apo ka mundësi me nënkuptua diçka tjetër, atëherë thojnë dietarët, këto duhet masandej me pyet se çfarë njete e pate. Qofse ke pas njëtin kur i ka thonë grus, shko te shtëpia e prindërve tu, shko te shtëpia vllaznive tu, shko te shtëpia babës tën,
e ke pas njët me të vërtet me shkurorizu, ku mu të llogarit shkurorizim. Qofse thotë tje se kom pas njët me shkurorizu, mirë po realisht kom pas qëllim do të thonë derisa të qetësohet pak situata e kalon domethënë pak hidhrimi i jam apo i sajna, atër nuk llogaritet domethënë shkurorizim. Kjo është sa i përket ndomjes së parë, sa në aspektin e artikulimit dhe formulimit se çysh bëhet shkurorizimi. Forma e dytë, aspekti i dytë çysh ndohet shkurorizimi, është shkurorizimi që ka mundësi me kon në përputhje me sunet, edhe i dyti me kon bidat në kundërshtim me sunet. Edhe kena cek në ligjëratën e kaluar, keme thonë se njeriu kur dën me lëshu gruan, nuk duhet me lëshu gjatë menstruacioneve, po pas së tyre, edhe pasi që nuk ka flajtur me ta. Apo, qofse është shtatzën. Edhe kemi thonë argument për këtë e kemi hadithin e Abdullah ibn Omerit, kur ka ardhur Omeri e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se djali jam Abdullahu e ka lëshu gruan e vet, aja ka qenë në të përmushmet. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj le të kthen e le të lëshon, domethënë pasi që të pastrohet e që nuk ke flajtur, nuk ke pas kontaktin tim me ta. Edhe këtë e kemi cekun në ligjëratën e kaluar dhe kemi thonë se sa mosa të mira ka shariati edhe kur bëhet shkurorizimi me marifet. Se realisht pak mi pas konsiderat që të dispozita që i ka cekur shariati, që faktikisht qofse është menstruacione mos e lësha, që do të thonë prite derisa të kalojnë, ose faktikisht i kanë kaluar menstruacionet mirë, po ti ke pas marrëdhënie intime me ta, atëherë prite derisa të vinë menstruacionet e mas menstruacioneve lëshon. Faktikisht gjithat këtu t'japin kohë. Disa ditë menstruacioneve, ose disa ditë pastrimit, nëse ke pas kontakt me te intim, e të vjen menstruacionet që ka mundësi me kalu një muaj kështu me radhë, që një farë forme me të dhonë kohë, se zakonisht shkurorizimi shkaktohet pengutis. Edhe ke pas shumë njerëz tash që vinë dhe thojnë valla e bona bërlog, po flas me këtë jargonin domethënë popullor, se kom lëshu gruan, ama faktikisht kur të sheh o nguta i ka ra pishman e çka me bë, e ta shëlit fet bë, edhe zgjedhje e kështu me radhë. Mirë, po sikur të kesh lëshu, domethënë, ashtu siç ka kërkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të bëhet domethënë në këto rregulla që i ceka, me të vërtet do të kish me ardhur deri te domethënë paksimi i numrit dhe rrëmja së numrit të shkurorizimeve. Mirë, po nëse bëhet sipas shariatit, nuk u lëshu që u kanë domethënë menstruacione. Ka qenë gruaja e pastërt, nuk ka flajt me ta, faktikisht e ka lëshuar, realisht këtu nuk ka mos pajtime se thojnë dietarët, realisht domethënë shkurorizimi domethënë evidentohet dhe nënkupton për të. Kjo është lloji i parë se i përket domethënë kësaj se kur është përputhje me shariatin. Në lloji i dytë është kur nuk është përputhje me shariatin e që është bidat. E bidat është në dy raste, që i cekëm më lart, nëse e ke lëshu gruan gjatë menstruacioneve është bidat, është kundërshtim me rregullat islame. Nëse e ke lëshu gruan masi që u pastru, mirë po ke pas kontakt intim me ta, domethënë është prap bidat edhe është ndaluar domethënë me lëshue domethënë gruan në këto dy raste. E ndaluar po, mirë po, nëse e ka lëshu, ai ngjehet shkurorizim a jo? Domethënë ka mos pajtime mes dietarëve, shumica e dietarëve thonë se realisht i ngjehet domethënë shkurorizim, edhe kanë për argument hadithin që e ceka pak më lart të Abdullah ibn Omerit, kur e ka pyetur baba i tij në Omeri, ka thonë, thuj le të kthen, e masane le të lëshon. Edhe kanë kuptuar me këtë fjalën thuj le të kthen, sikur ja ka llogaritur se ka shkurorizuar mirë, po le të kthen masi që e ka shkurorizuar. Ky është argumenti i parë i tyre, edhe argumenti i dytë i tyre është thonë se realisht mjungje në shkurorizim është meritor, se realisht domethënë ka bë
në formë ndaluar edhe meriton dënimin. E dënimi është që mi është llogaritur domethënë një shkërrëzim, se kemi thonë 3 shkërrëzime ma ajo grusë është e jotja më kurr. Derisa të martohet me një burr e masanen nëse des burri apo shkërrëzohet prej tina mundet më të kthy. Përndryshe në lojën këtë punë s'ka. Elshon një herë ke mundsi me kthy, elshon 2 herë ke mundsi me kthy, elshove 3 herë u dha mart, po të kovë se ma ajo grunë nuk është e jotja, pa u martu me një burr tjetër, e thash me idek apo më u shkërrëzu, e tash të hapet dera për me u martu me të. Mirë po thojnë dietarët, nëse realisht e ke lshu në formë jo të duhur, në bidat, në kohë kanë ndaluar, domethënë si dënim duhet më të llogarit tyje, domethënë ne shkërrëzim edhe që i thojmë në asin e ke harxhua. E ke harxhua në mundësi edhe një gjakjar që e ke pas domethënë në dorën tënde. Ky është mundimi i shumicës, mirë po ka edhe dietar tjerë që domethënë thonë se realisht nuk i llogaritet domethënë shkërrëzim, për ty në shehën bazë edhe dietar tjerë, për shkak se thonë në atë rastin kur i ka thonë Ibn Omerit ktheje, edhe ka urdhëruar mu kthy, sikur të shkon shkërrëzim, e njeriu kur të shkërrëzon dikon një gru, ai masanej ka durë të lira, ndaç e kthen, ndaç se kthen. Mirë po pejgamberi kur e ka urdhëruar me kthy, unë nënkuptu se ka llogaritur shkërrëzim, mirë po ka thonë kthej, se s'halesh gruaja jote, se gabimisht e ke shkruar, e ke lëshuar kod dy duar, mirë po, domethënë forma për kur do me shkërrëzu gruan është kështu me radhë. Më thonë thjesht ka mosvajtime mes dietarëve, mirë po shumica thonë që llogaritet, e ka për dietarëve edhe që thonë që nuk llogaritet, ndoshta domethënë më mirë është me u llogarit si lloj dënimi për atë person i cili mos mi hap derën edhe mos me lut, edhe ka për dietarëve thash shumica thonë mirë po ndoshta ata që është më di më saktë se i llogaritet atij personin cili se e ka lshu gruan domethënë në formë të duhur kur ka qenë bidat. Një mesele që kanë cekur dietarët këtu ka qenë thonë e nëse është gruaja që nuk ka menstruacione hiç, ose është e shtym mosh, i ka bën 40, i ka ardhur në pauza, ose domethënë faktikisht ka pas domethënë çrregullime shëndetësore dhe nuk ka hiç menstruacione. Qysh një botash, qysh me lshu këto? Ka pe dietarëve që kanë thonë realisht i llogaritet një muj. Domethënë nëse ke flajt këtë muj me ta, pritet një muj, mas një muje, don me lshu, mos e flaj me ta, lshu. Mirë po nëse s'do me flaj, s'do me lshu, vazhdo jetë me ta. Mirë po e llogarit një muj se menstruacionet zakonisht janë për çdo muj. Kjo është një mendim. Mendimi i dytë është e bën një farë ndamje, thonë varet a është që i vin ndonjëherë, mirë po me periudha shumë të gjata dhe distancë, njëherë në 3 muajt apo njëherë 6 muajt, e thonë nëse është që shtot atër që 3 muaj ose 6 muaj llogaritën këtë pastërtia e sajna, edhe duhet nëse ke flet me ta derisa të vinë menstruacionet mas 3 muaj ose mas 6 muaje, domthonë me prit mu pastru, e nëse mas andaj nuk do me flet, nuk do me pasjet me ta, nuk flen me ta edhe shkurrizon. Kjo është ndamja që e kanë bë, e disa kanë thonë se nëse me të vërtet, domethënë nuk është probleme që i vinë ndonjëherë sa në mirë, por nuk i vinë, edhe ka mendimin më të shumica që jetojnë mjekët thonë se s'ka me të ardhur, atër shkohet në atë variante që e cekom më herët, domethënë në muaj. Faktikisht për çdo muaj, faktikisht ajo mund të mi pas menstruacionet sikur ti ke shpat, edhe çat vendim, edhe çat hyçëm e merr. Çështje tjetër që kanë si dietarët se kur është bidat me lshu gruan, është domethënë kur është me një naj 3 herë me lshu. Më thonë ti e shkurrizume, ti e shkurrizume, ti e shkurrizume, apo varianta ndryshme të cilat domethënë faktikisht i do t'i marrim në vazhdimsi, në vazhdim. Edhe këtu ka një hadith të vërtetë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë Abdullah ibn Abbas në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në kohën e Abu Bekrit që kanë qenë më tepër se 2 vite, edhe 2 vite nga pushteti i Omerit radiallahu ta'ala anhu, kjo me lshu 3 herë në një mezhlis, në një naj, u llogarit veç një herë. Mirë, për kur ka ardhur koha e Omerit, e që kanë filluar njerëz me e lehtësu punën,
edhe me bo pak si loj këtë punë, atër Omeri faktikisht ka thonë, atër pjau llogaritëm 3 herë, 3 shkurzime ke bo, 3 herë këna me të llogaritur, edhe këtë kanë morë si dispozit, edhe për atë shumica e djetarve janë të mendimit se në qofë se elshon grun një nej, 3 herë ti thuje shkurrizume, ti e shkurrizume, realisht i ke hargju 3 gjakerat edhe ma ti ata së nësh me pas grue, dhe më thonë pa shku më martu ajo me dikën tjetër, edhe dhe më thonë me dik apo më shkurrizu për aty burët dytë, e në qofë se dhe më të këthy tyje. Kjo është mendimi i shumicës djetarve, e ka djetar dhe më thonë që i kanë mendimin pak më ndryshe, nga se ndojnë këtë lloj në ndeg. Thojnë është forma e parë, me i thonë i elshume 3 herë. Jo pa përse i veç e thu 3 herë i elshume. Thojnë djetarën që se ke thonë në qëtë formë, edhe e dijet pejteje se je që lunë, edhe se ki dërë këtë punë, të llogaritën 3 herë. Mirë po faktikisht i ke thonë 3 herë, i elshume, e nuk je tillë, nuk je që lunë, i devotshëm, një sinqertë, njëri që më thonë besnik e sene, ty në këtë rast llogarit vetëm një herë. Kjo është sa i përket dhe më thonë të parës. Dytës, në qoftë se si se ke përmend me numër i elshume 3 herë, po i ke thonë ti e elshume 3 herë. Thojnë djetarët, edhe këto nuk mundesh me pas një hyqëm. Qoftë se ka pas për qëllim mja përsërit, që e thëmë na me ashtin kry grus që të lëshova, e se ka pas për qëllim me a thonë 3 herë vetëm se me hargju gjokerat. Mirë po, ka dasht me e kuptu gruja se realisht përfundoj puna po të shaj ty tash, i e shkurrizume prej meje. Thënë që fse është kjo qëllimi i ti, dhe më thonë që me kuptu gruja që ka po bën, edhe me a përforcu se për një me e kam se du bëjt shuë, thënë këto 3 herë llogaritën 1 herë. Mirë po në qofë se më të vërtet e ka pas për qëllim me lëshu, që një farforme mi hargju 3 gjokerat, atër faktikisht i llogaritet dhe më thonë se e ka lëshu 3 herë, edhe forma e fundit që kanë cekur djetarët, thojnë është qofë se i thët grus ti e lëshume, e pastaj ti e lëshume, e pastaj ti e lëshume, që një farforme me këtë fjallën dhe i folin pastaj, ka dasht dhe më thonë me i hargju me të vërtet gjokerat, sa thjesht unë me ty po halashtisëm dhe me gjithë gjë përfunden me ty, kjo dhe më thonë të llogaritët dhe më thonë 3 herë. Kjo se përket dhe më thonë ndarjes së dytë, kur është dhe më thonë ndomja si pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ndomja si pas bidatit edhe kundërshtimit të udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka edhe një formë ndarjes të shkurrizimit, e që edhe këtë për marëm sot, e me kaq për mjaftohemi, është se shkurrizimi është sa i përket se a i ki për një me a jo, ndohet në 2 lloje. Shkurrizimi të cilën e ki me gjithë mendje, edhe shkurrizimin që e bën njeriu në formë mahije dhe hajgarje. Në më thonë, e ki llojin e parë, me gjithë mendje, po dënë me lëshu, nuk ka kur farë hajgarje aty, po me shumë seriositet e ke edhe ty i tregu, edhe ty ja shprej, edhe kështu më radhë, faktikisht kjo llogaritet se është e lëshume. Mirë po, edhe në qoftë se shkurrizimin je të e bo si hajgare, e që ka tillë, dhe më thonë faktikisht që, dhe më thonë që janë të paburra, e që mendojnë se vajzat e hallkut dhe motrat e hallkut janë lodra në dorët e tyne, edhe ai mundet me lujt, edhe kur dënë me lëshu, dhe më thonë mundet me lëshu edhe me bo hajgare, edhe si një farforme tanë që me thonë jës, se po të për një me, kështu më radhë, faktikisht qoftë se e ke lëshue edhe në formë hajgarje, dhe më thonë në shariatin tonë të llogaritet shkurrizim. Pra të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 sene, 3 gjëra. Edhe kur janë për një me, llogaritën për një me. Mirë po edhe kur bëhen në formë mahis edhe hajgarës, llogaritën si për një me. 3 sene, që i bjen se me to loj nuk ka, që është jam martesës,
çështja e shkurërzimit, çështja me e kthy gruan, që e thojnë pa kaluar ajo ideti i sajna, se kena me marrë vazhdim, domethënë edhe masi të shohet gruaja e ka një periudhë, domethënë që faktikisht nuk e lejohet të martu me dikën tjetër, se ka mundësi me e kthy burri në atë periudhë. Thjesht nëse e kthen në çet periudhën që ky e ka afatin dhe ka mundësi me e kthy pak, domethënë asnjë kontratë të re, faktikisht domethënë këto tri gjëra llogariten edhe nëse janë forës mahis edhe të hajgares, se janë për një me edhe domethënë të llogaritet edhe një gjaker domethënë të shkon. Një përjashtim e kanë pas domethënë në aspektin kur e bën mahi, edhe që faktikisht është të bëjë gjuna, edhe në këtë nuk jem duke miratu se është të bëjë mirë. Nëse bën hajgare me gruan, kam thotë ku me lëshu, në të ardhmen e ka fjalën. Ku me lëshu, jo tash, po në të ardhmen. Ose kur të shkojmë atje ku me lëshu, në farforme e lidh me diçka, kur shkon, kur bëhet e sanë që faktikisht për hajgare ka. Realisht tojnë aja që lidhet me të ardhmen edhe nëse bëhet hajgare, haram është që po lun këtë aspekt, mirë po në këtë rast nuk të llogaritet domethënë si shkurërzim dhe nuk të ka humbë një gjaker nëse të ka mbetur ndonjë i tillë. Këto janë disa domethënë aspekte të ndarjeve të shkurërzimit, se kemi edhe domethënë ndarje tjera, lloje të tallakut dhe shkurëzime tjera, për shembull kur është i detyruar, kush nuk është detyruar, domethënë çështje tjera që do t'i marrim në legjëratën e radhës. Deri atëherë mbetet në përkujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.